që shtot edhe një fjale urt, ku ka tëm, ka edhe zjarë, e na jemi këtu me indez krejt. Në më tash, ju qesim për para, thash edhe me të më të nxehta, më të çuditshme, e më të shpeshta që po qarkullojnë. A është ndo, a është në lidhje, a mos ndoshta ka buna idez. E ku me ditë se çka tjetër. Hajde t'i marrim vesh bashk përmes rubrikës Më thet tash. Përshëndetje shikues të Klan Kosovës, veçanërisht ndjekësve të rregull të prives, që na shtilojnë edhe alarm të shtunev në ora 19 për me pa se qa ka treja prej showbizit. Normalisht, në rubrikën e fundit në prive, është rubrika Më thet tash, edhe bojmë ka pak tash e theme, kallëzojna kush me këngë ka him bif, cila këngëtare për sjell këngë, kush ka me marrë pjesë në këto klipe, edhe tash pëndalimi të Dafina Zeqiri edhe Elvana Gjata. Gjatë të javës kena po tituj në përportale se kanë fillu një farë bifi mes këtyre dyre artistev, tu për çka? Për një postim edhe një klip që e ka bo Elvana Gjata me veshjet tradicionale që Dafina po atë matë kur Elvana e ka publiku këtë këngë, e ka hedhë një historie të klipit $1 million që është vesh me dimia, me qapodion dalamat, që shën këto veshje tradicionale, edhe kjo luft ka fillu në për rrjetin e tyre sociale Instagram. Do me thonë, logarit në jutë, ku shkon menja e tyne për një par tesha që nuk i kanë marrë asnjëna në prëndësi tyne veshje tradicionale mi përfatsu me muzikën që ato bojnë, ju në qu pesh një farë faktin. Po mos të harrojmë se këto dyja sigur kanë mujtë më inspiru prej të madhës Adelina Ismaili. A e moni men Adelinën kër e ka knu këngën dasma, pa dal me duvak, me pak atë tradicionalën, e ka këthy me modernën, i ka bashku bashk, edhe po besoj që këto dyja nuk kanë nevojë pse mu shtu njëra me tjetrën, kur duhet me kallëzu që jënë inspiru pe Adelinës qysh para shumë vjetev. Po tash që se i him thellit kësoj punës e kopijime, tash na del që këto artistet e tona sot që marrin pjesë dhe bojnë klipe me veshje tradicionale, ju në inspiru prej Verës. Do me thonë, Vera në vitin 1996, për herë të parë, është këngëtarja parë që ka dalë me dimi edhe e lek në një këngë të saj dhe në një klip të saj. Kështu që, mos u shtyni se ujtë e nxehtë nuk e keni zbulu, veshje tradicionale, muna mi vesh une si mashkull, mundet mi vesh dikush tjetër, kështu që këtë bif të nalëm. Tasht, po pik të kësaj bife, po shkojmë të një bif tjetër, e që është ajo mes Elvis Pupës edhe Bardhit. Elvis Pupa, për juve që nuk e dini, është në kërkim prej policisë Australisë, ku i cili dyshohet që ka mbjell kanabis me bashkëshortën e tij. Ky burri, do më thonë, ka arrit mu arratis e gruaja është para gjykatës tu përballë në këtë rast. Po këtë rast, Bardhi nuk e ka lëshu mi ik prej dore kjo situatë, ku e moj men që Elvisi, sa u kam Bardhi në Big Brother, pa të bëhë këgja shumë postime për Bardhin, Free Bardhi për shkak të lidhjes e ti me Sara Gjordenin. Një farforme e ka qujtë si më burg lidhjen e tinaj me Sarën, edhe tash ka ardhë momenti që edhe Bardhi me ja lujt një farforme, ku e ka bo një postim, ku thot që atëherë më ke thonë pa arsye Free Bardhi, po tasht one po kam arsye me thonë Free Vespupa. Për shkak që është në arrati për këtë pjesën e mbjelljeve të barit, kanabisit në Australi. Prej kësaj po shkojmë te një këngëtare tjetër që me thonë drejtën është zhduk saj përket intervistave, edhe nuk është të pranu me dalën për intervista, prej rasti që ndodhe që i qiti para drejtësis burrin edhe vllahun e saj për dhunën familje, bëhet fjalë për Teuta Selimin. Para menot është Teuta ka fillu me bë pak disa në për Instagram, ku me një story që e publikoj këto ditë më herë, ku ka thonë që qeni i keq ta sjell ujku notorisht. Se për kënë e ka pos fjallën Teuta në këtë rast, si pas informacioneve tona dhe si pas burimeve tona, bëjt fjallë për një tradhti, po jo tradhti në qeft ose në lidhje dashurie, por një tradhti mes gjakut të saj, se kush e ka tradhtu Teuta Selimin, tasht, na si privetut me ullumtu javët në vazhdim, edhe me pas se qka
është tu e vujt këtë periudhë të uta këtë qeni keq ta bjen ujko në të risht. Ti lajna pak këto, thash e themet jo bifa, jo storjet, po një artiste që ka mungu kogja shumë në skenën tonë shqiptare, është pa dyshim edhe i emni i Encës. Enca Agjia ka paralajmëru që po kthehet në muzikë, po kësa here ka mu kthy ma seriozisht, se e kemi po e pat një periudhë ku u lidh një farforme me dashurin afrikan, që ka qenë edhe ka jetu për një kohë me të në Dubai, pas ta erdhë në Shqipëri me jetu me të, u arrestu për shkak të kultivimit të landëve narkotike dhe mbjelljes së tyre në banesën e saj, kështu që tash Encën nuk kena me po besoj me çto problemet që i ka pas me shtetin, po kena me po në për videoklipe edhe në për këngët e saj treja. Tash te Enca, te ky klipi, ka me marrë pjesë edhe Denisa, që është gruaja e Kozakut. Po besoj që ju që jeni në për rrjetet sociale, në për TikTok, e dini se kush është ajo, po edhe do t'jetë e pranishme në këtë klip edhe motra e saj, Windy. Po stjerash, konga, po prit keme kongë kogja nxehtë, edhe pamje që i kemi po edhe gjatë xhirimit të klipit të saj, kanë qenë kogja provokuse që është din vetëm Enca me pru në këtë tregun tonë, pak mi dhomë së në këtyne ftirat, që vera kur vjen, shlira në vla, dilni qysheni edhe u kry puna. Kështu jarë fundi edhe kësaj rubrike më the thash, po besoj që jeni knaqë këtu jeni këto thashe themet, këto disat, këto projektet e reja që më sjellin artistat, e ju mos harroni që më na ndjek edhe në rrjetet tona sociale, sidomos në YouTube, në kanalin e Klan Kosova Official. Prej meje, natën e mirë, e shihemi javën tjetër.